Arrestuat në flagrancë një 53 vjeçar, procedohen penalisht 12 bashkëpunëtorët e tij. Zbulohet banesa që kishte marrë me qira 53 vjeçarin në lagjen 10 Koriku për të fshehur lëndë narkotike dhe për të përgatitur përshitje. Sekuestruan nga banesa sasi kokaine dhe kanabis sativa, një peshore elektronike si dhe 3 celular. Në vijim të punës intensive për parandalimin dhe goditjen e veprimtarive kriminale në fushën e narkotikëve, specialistët e seksionit për drejtimin e narkotikëve në Drejtori Vendore të Policisë Vlorë kanë siguruar informacion për një rast të shitjes së lëndës narkotike në qytetin e Vlorës dhe kanë organizuar punën për identifikimin dhe kapjen e autorëve. Si rezultat i veprimeve të shpejta hetimore dhe procedurale, u identifikuan 3 shtetas që bashkëpunonin për këtë veprimtari kriminale. Në vijim të veprimeve për rastin, u arrestuan në flagrancë shtetasi BL, 53 vjeç, banues të Maqedoninë e Veriut. U referuan materialet në prokurori, ku nisi procedimi penal për shtetasit AI, 31 vjeç, banues në Vlorë, dhe KA, 27 vjeç, banues të Berat. Shtetasi Maqedonas BL dyshohet se kishte përshtatur banesën e tij me qira në lagjen 10 Koriku për fshehjen dhe përgatitjen e lëndëve narkotike, kokainë dhe kanabis sativa në sasi të vogla për shitje. Gjatë kontrollit në këtë banesë u kapën dhe 2 shtetas të tjerë. U gjetën sasi të lëndëve të dyshuar narkotike, kokainë dhe kanabis sativa, një peshore elektronike dhe 3 celular, të cilat u sekuestruan në cilësinë e provës materiale. Materialet procedurale i referuan prokurorisë së Vlorës për veprime të mëtejshme për veprën penale, prodhime dhe shitje e narkotikëve.